njeriu nuk dështon kur gabon, por kur gabimin e kuptuar nuk e përmirëson. Pra, njeriu mund të gaboj, por jo detyrimisht edhe mund të dështoj. Njeriu kur e kupton gabimin e vepruar dhe pasojat e gabimit, ai automatikisht ndërgjegjësohet. Fillon më njëherë që ndërgjegjja e tij të përmirësohet. Pra nëse deri dje ka qenë një gabimtar i pavëmendshëm, një gabimtar që ndoshta edhe i ka dashuruar gabimet e tij, mëkatet e tij, automatikisht përjeton një ndryshim të përbrendshëm. Pra fillon edhe irritohet nga gabimet që deri dje ka mundur edhe t'i dashuroj, siç janë imoraliteti, vesi i mashtrimit, i gënjeshtrës, i manipulimit, i hajnisë e kështu me radhë. Fillon edhe e kupton që çështja e gabimit dhe mëkatit që ka vrastare. Nuk që ka ngritse, që ka ulse, nuk që ka përndritse, por e rrësuese, sepse e kupton që përkundër këtyre veprimeve që unë i bëra, nuk gjeta qetësi në shpirt, nuk gjeta lumturi. Pra nëse gabimi është bërë përmes parave, e ka kuptuar që paraja nuk sjell lumturi. Nëse gabimi është bërë përmes keqpërdorimit të famës, e ka kuptuar që edhe ajo nuk sjell lumturi. Dhe lumturia arrihet vetëm përmes kthimit tek origjina e besimit, kthimit tek adresa e garantimit të mirësive në jetën e kësaj bote para botës tjetër që është Zoti i gjithësisë. Prandaj, menjëherë besimtari kur e kupton gabimin dhe pendohet, ai ndërgjegjësohet. Fillon edhe raporti i tij me Allahun që të ndryshojë. Allahu i lavdëron lart ata besimtarë që bëjnë gabime të mëdha, por menjëherë pas gabimeve tyre, ata pasojnë me pendim, me përkujtim të Allahut të Madhërisëm. Siç thotë Allahu në Kur'an, pasi që i lavdëron besimtarët e devotshëm që janë ata të nivelit më të lartë të devotshmërisë, të kujdesshmit, pastaj i përmend edhe të pakujdesshmit për besimtarë, por që gjithashtu i trajton si të devotshëm. Duke thënë walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Të devotshëm janë ata të cilët kur ata veprojnë ndonjë vepër të shturur. Shprehja fahishe e nuk kupton çdo vepër të shturur, imoralitet, çdo gjë që i përngjet asaj. Pastaj thotë edhe veprat apo mëkatet që janë zullum, janë padrejsi ndaj vetvetes. Dhalamu anfusahum, i kanë bërë padrejsi me mëkate të mëdha. Dhakarullah, e përkujtojnë Allahun. Pra çastja e një besimtari që pendohet pas gabimit dallon krejtësisht nga dikush tjetër, sepse kemi keqardhje edhe kemi kthim pas pendimit. Keqardhja është momentale. Nuk ka besimtar që mëkaton e që ndihet krenar me mëkatin e tij. Nuk mund të jetë. Nëse ka fart imanit, nuk mund të ndihet krenar kur e bën një mëkat. Por nuk ka besimtar që pendohet e që nuk e përkujton Allahun pas gabimit vepruar.